Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk do harxhoni më lek jasi të bëni testin e gjëndrës tiroide në shtëpi. Gjëndrat e tiroideve janë përgjegjëse për prodhimin e hormoneve që rregullojnë metabolizmin dhe temperaturën e trupit. Nëse puna e tyre ndërpritet, kjo gjë mund të çojë në pasoja të rënda për organet tuaja, mëlçinë, zorrët, veshkat, sistemin tuaj riprodhues, zemrën dhe trurin. Këtu ju do të mësoni disa prej simptomave të cilat nuk duhet që të injorohen. Lodhje dhe nervozizëm. Sëmundja e tiroides mundet që të ndikojë në nivelin tuaj të energjisë dhe në gjendjen tuaj shpirtërore. Hipertireoza shkakton ndjenjën e lodhjes dhe humbjes së forcës, shoqëruar gjithashtu me probleme të gjumit dhe të nervozizmit. Ndryshimet në ritmin e zemrës. Ato munden të ndikojnë edhe në rrahjet e zemrës, të cilat bëhen më të shpeshta. Humbisni ose fitoni peshë në mënyrë drastike. Një humbje ose shtim në peshë në një kohë fare të shkurtër nënkupton nivele të larta ose të ulta të hormoneve tiroide. Lëkura e thatë dhe gjithashtu thonjtë të dëmtuar. Në qoftë se thonjtë tuaj dëmtohen, janë më delikat, por edhe lëkura juaj është e ashpër. Kjo është një shenjë e gjëndrave të tiroides. Çrregullimi i temperaturës së trupit. Mund të përjetoni të dridhura ose të shfaqni djerës të tepërta. Ëndje në qafë. Nëse shihni ëndje të qafës, është një shenjë e dukshme e gjëndrave tuaja tiroide dhe keni vazhdimisht dhimbje muskujsh. Mirë po, tiroidja duhet të dini se është një gjëndër në formën e fluturës e cila është vendosur në zonën e qafës sipër klavikulës. Ka një rol shumë të rëndësishëm në mirëqenien dhe në shëndetin ton, sepse është një nga gjëndrat endokrine përgjegjëse për prodhimin e hormoneve më thelbësore për funksionimin e duhur të trupit. Hormonet e tiroides janë përgjegjëse për kontrollin e ritmit të shumë aktiviteteve të zhvilluara nga trupi. Këto aktivitete përfshijnë që nga shpejtësia e djegjes së kalorive deri tek shpejtësia e rrahjeve të zemrës. Problemet kryesore të mos funksionimit të tiroides janë hipotiroidizmi dhe hipertiroidizmi. Hipotiroidizmi mund të definohet si tiroide me funksion më të ngadaltë, me pasojë prodhimin e ulët ose mungesën e hormoneve. Simptomat kryesore sigurisht që janë lodhja, depresioni, shtimi në peshë dhe zbehja në fytyrë, kapslloku dhe gjithashtu rritja e ndjeshmërisë ndaj të ftohtit. Hipertiroidizmi është një rritje e një aktiviteti të gjëndrës tiroide. Ky problem është më prezent tek gratë se sa tek burrat dhe në disa raste mundet të dëmtojë fertilitetin ose të dëmtojë shtatzanin. Nervozizmi, pagjumësia dhe humbja e peshës janë simptomat më të zakonshme të këtij problemi. Gjithashtu, ndër simptomat është edhe një simptom fizike shumë evidente, pasi kush vuan nga hipertiroidizmi ka sy më të mëdhenj dhe më të hapur se zakonisht. Siç e kemi thënë, pjesa më e madhe e njerëzve nuk dyshon se ka probleme me tiroiden, prandaj është e rëndësishme që ju të mësoni dhe të bëni një test si ky në shtëpi. Nuk zëvendëson punën mjekësore, por mundet të vëreni nëse ka diçka anormale. Ky test në shtëpi është rekomanduar nga Dr. Jacob, mjek amerikan, bashkëautor i librit Të kurave të vërteta mjekësore, dhe gjithë procedura është e thjeshtë dhe do të keni nevojë vetëm për një termometër. Gjëndra tiroide tregon në normën metabolike të trupit dhe gjatë metabolizmi gjenerohet nxehtësi. Kështu, temperatura e trupit mund të tregojë indicie për funksionin e kësaj gjëndre. Termometri më i mirë për këtë autotestim është mërkuri, prandaj ju duhet një termometër me zhivë.
Si fillim, tundeni mirë termometrin që temperatura të mos lexojë më shumë se 35 gradë Celsius. Shkoni të flini dhe lëreni termometrin pranë shtratit tuaj. Kur të zgjoheni, gjëja e parë që duhet të bëni është ta vendosni në sqetull. Mbajeni aty për 10 minuta. Bëheni këtë përpara se të ngriheni nga shtrati, të hani, të pini ose të bëni aktivitete të tjera. As të flisni. Është shumë e rëndësishme që ju të ndiqni këto udhëzime sepse do të masni temperaturën e tiroidës tuaj dhe kështu ju duhet të dini se çfarë është e lidhur me gjendrën tuaj tiroide. Pas 10 minuta shiqeni termometrin për të parë temperaturën. Nëse ajo shënon mes 36.5 gradë Celsius dhe 36.8 gradë Celsius, tiroidja funksionon normalisht. Nëse kjo temperaturë është poshtë 36.5 gradë Celsius, gjendra tuaj tiroide ka funksionim të ngadalt. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se nëse kjo temperaturë shënon mbi 36.8 gradë Celsius, funksionon shpejt në rast se nuk keni ndonjë infeksion në trup. Për të qenë të sigurt, përsëriteni testin 4 ditë të rresht. Nëse këto parametra janë njësoj, lini takim me mjekun. Për gratë me menstruacione, testi duhet bërë ditën e dytë, të tretën dhe të katërt të ciklit menstrual. Arsyeja është sepse gjatë evolucionit, temperatura ka një rritje dhe rezultati mundet që të jetë fals. Kura me lëng xhenxhefili për tiroiden. Hipotiroidizmi është një sëmundje e cila prek gjendrën tuaj tiroide duke e penguar atë të prodhojë sasi të mjaftueshme të hormoneve. Kjo sëmundje kronike mundet që të trajtohet me një sër medikamentesh, por edhe me kura tërësisht natyrale. Prandaj këtu ne do t'ju prezantojmë recetën e cila ka të bëjë me lëngun e xhenxhefilit, një pije e cila përgatitet shumë lehtë dhe ka efekt të shkëlqyer. Në momentin që trupi preket nga hipotiroidizmi, metabolizmi juaj bie në gjumë. Hapi më i natyrshëm në këtë rast është marrja e mineraleve për të aktivizuar tiroiden. Jodi është një prej mineraleve më të nevojshme, por jo i vetmi. Magnezi, zinku, kaliumi janë 3 minerale të dobishme të cilat ju ndihmojnë të ndiheni mirë. Lëngu i xhenxhefilit është i shkëlqyer jo vetëm si një ndër produktet më të mira, por sepse ai plotëson edhe nevojat për këto minerale, prandaj ju duhet që ta pini atë rregullisht gjatë gjithë ditës pa pasur as edhe një problem. Si të përgatisni lëngun e xhenxhefilit? Atëherë, receta e lëngut të xhenxhefilit është e thjeshtë, por jep rezultate tepër të shkëlqyera. Dhe gjithashtu përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë filxhani çaj me copa të qëruara xhenxhefili, një kastravec, një lugë me gjethe mente të coptuara, 1 litër ujë dhe 1 lugë çaj me krip të jodizuar. Zgjini ujin në një tenxhere. Pasi të ketë marrë val, hiqeni tenxheren nga zjarri. Në një tas qelçi vendosni xhenxhefilin, menten, kripën e jodizuar dhe copat e kastravecit. Mbusheni me ujin e zjerë dhe mbylleni me kapak. Lëreni përbërësit që të ndërthuren mirë me njëri tjetrin për një ditë të tërë në temperaturë ambienti. Të nesërmen filtrojeni lëngun. Lëngun me xhenxhefil mundet që ta pini gjatë gjithë ditës. Nëse ky lëng ju duket shumë i fortë, mund të zbusni intensitetin e tij duke shtuar kështu edhe më shumë ujë. Këtë kur mund ta bëni 1 deri në 2 herë në javë për 1 muaj. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.